Horoskopi ditor, 8 dhjetor 2025, dashi, sot energjia juaj është më e përqendruar tek veprimet personale dhe dëshirat tuaja, por Marsi në shenjën tuaj po përplaset me Saturnin, duke krijuar pengesa të përkohshme. Ju mund të ndiheni të bllokuar në vendime, veçanërisht kur bëhet fjalë për projekte të reja ose dëshira personale që keni kohë që i ndjeni. Një ndjenjë përgjegjësie ose një nevojë për të kujdesur për të tjerët mund t'ju pengojë të veproni siç dëshironi. Në vend që të nxitoni, sot është koha për të reflektuar dhe për të planifikuar më mirë hapat tuaj. Disa situata të papritura mund të krijojnë tension të vogël, por është një pengesë e përkohshme që do t'ju ndihmojë të kuptoni se cilat hapa janë më të rëndësishëm për t'i ndërmarrë. Në marrëdhënie personale, një keqkuptim ose ndryshim opinioni mund të prekë ndjenjat tuaja. Mos u nxito të reagoni, është më mirë t'i analizoni gjërat në mendjen tuaj para se të diskutoni me të tjerët. Ata nuk janë shumë të gatshëm të ndryshojnë mendje sot, prandaj durimi është qelësi. Përfitoni nga ky moment për të vlerësuar prioritetet tuaja, për të rregulluar planet dhe për të përqendruar energjitë aty ku ka më shumë vlerë. Një qasje e matur dhe e menduar do t'ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë të përkohshme dhe të shmangni tensione të panevojshme. Demi, sot dëshirat e tua janë më të thella dhe më intensive se zakonisht. Me Marsin që lëviz në shtëpinë tënde të 8, ti nuk do gjëra sipërfaqësore. Në marrëdhënie apo në projekte, ose futesh plotësisht, ose nuk futesh fare. Kjo energji kërkon fokus, besim dhe përkushtim total, megjithatë, sot Marsi përplaset me Saturnin dhe krijon tension. Mund të ndjesh një konflikt të brendshëm mes asaj që do me forcë dhe asaj që e di se duhet bërë me qetësi. Ka mundësi që dikush të të japë një ndjesë ftohtësie, mos përkrahje apo madje mos aprovi. Kjo mund të të irritojë ose të të shtyjë të dyshosh tek vetja, por kjo ngjarje nuk është pengesë, është sinjal. Sot është dita për të parë nëse po e shtyn shumë fort një situatë që kërkon më shumë kohë, më shumë rritje dhe më pak presion. Durimi të përfiton. Ngadalësimi sot nuk është humbje, është strategji, në marrëdhënie shoqërore ose profesionale, kujdes me interpretimet. Ajo që ti mund ta ndjesh si fyele, mos përfillje ose largësi, shumë mundësi që të jetë thjesht një keqkuptim ose komunikim i dobët nga pala tjetër. Sot njerëzit nuk janë shumë të qartë me shprehjen e ndjenjave, fokusi i ditës për Demin, mos e shty situatën përpara me forcë, jep kohë që gjërat të vendosen natyrshëm, shmang reagimet impulsive, kontrollo komunikimin për të shmangur keqkuptimet. Qetësia dhe durimi sot të sjellin fitim nesër. Binjakët, sot ke një lloj shkputjeje nga emocionet dhe funksionon më shumë me mendje të ftohtë. Kurioziteti yt është aktiv, por prapë disa tensione po lëvizin nën sipërfaqe. Arsyeja? Marsi dhe Saturni janë në përplasje. Marsi kërkon veprim të shpejtë dhe vendime të drejtpërdrejta. Saturni, përkundrazi, të vendos frenat. Kjo sjell situata ku ritmi yt bie ndesh me ritmin e të tjerëve. Mund të vëresh se në biseda, kur ti ngrohesh, pala tjetër ftohet ose e kundërta. Kjo prish sinkronin dhe krijon bezdi, megjithatë, kjo nuk është negative. Përkundrazi është një ndalesë e shëndetshme që të jep kohë të rivlerësosh një plan, një synim apo një qasje. Sot mund të kujtohen përgjegjësi që i ke anashkaluar, rregulla që nuk mund t'i kapërcesh ose kufi që duhen respektuar. Çfarë të shmangësh sot, mos kërko favore, njerëzit nuk janë të hapur ose bashkëpunues. Mos u nxit për të shtyrë përpara projekte që nuk janë gati, mos i merr personal reagimet e ftohta, janë pjesë e ndikimit astrologjik, jo kundër teje. Çfarë të bësh, ngadalëso ritmin, rregullo, përmirëso dhe bëj korrektime në planet e tua. Prano pak frena sot që nesër të ecësh. Më shpejt, mund të ndjesh sikur dikush po të bllokon ambicjet ose planet afatgjata, por kjo është e përkohshme. Sot nuk është dita për të shtyrë murin, është dita për të parë si ta kapërcesh atë me strategji. Gaforja, kohët e fundit je duke punuar me më shumë vrull, përkushtim dhe fokus se zakonisht, dhe kjo vjen nga energjia e Marsit në sektorin tënd të punës dhe detyrimeve. Ti je në një fazë ku dëshiron rezultate konkrete.
Nuk do llafe. Nuk do pritje të kota. Do të shohësh progres real. Por sot, Saturni vendos kufit e tij të ftohtë përballë impulsit të Marsit dhe kjo krijon tension të brendshëm. Kjo ditë sjell ndjesinë se po e shtyn një mur me forcë, diçka lëviz, por jo aq sa do t'i projekte që deri dje dukeshin të hapura sot mund të duken të bllokuara ose kërkojnë shumë më tepër detaje, testime, korrigjime. Dhe kjo është pikërisht ajo që të mërzit, ritmi i ngadalshëm. Por pas këtij ngadalësimi ka një qëllim. Saturni të ndalon jo për të dëmtuar, por për të parandaluar gabime, për të kursyer energjinë dhe për të dhënë shansin të ndërtohesh më fort. Disa shqetësime të vogla, presione emocionale ose faji i brendshëm mund të rishfaqen, si një zë që të thotë, je duke bërë mjaft? Je në rrugën e duhur? Mos i lër ti të marrin kontrollin. Kjo është dita ku fiton ai që nuk dorëzohet, ai që riorganizon strategjinë, një listë, një strukturë e qartë e ditës, një rishikim i planit. Kjo do të ndihmojë të kanalizosh energjinë pa u shpërqendruar. Mos u nxit. Mos bëj zgjedhje emocionale në punë. Mos e lejo frustrimin të bëjë të flasësh prerë me njerëzit. Luani, sot je në një pikë ku krijimtaria dhe marrëdhëniet kërkojnë më shumë maturi se sa impuls. Po, energjia jote e lindur dëshiron të ecë përpara, të shkëlqejë, të shfaqet. Por Marsi po të shtyn me zjarr, ndërsa Saturni vendos një mur të ftohtë përballë teje. Ky kombinim sjell një ndalesë të detyruar, një pauzë që të teston durimin dhe stabilitetin tënd emocional. Mund të ndodhë që një projekt kreativ të mos ecë me shpejtësinë që pret. Ndoshta një bashkëpunim kërkon rishikim. Ndoshta një person afër teje po të jep sinjale të përziera. E gjitha kjo nuk është refuzim, por një thirrje për të parë më thellë, për të kuptuar se çfarë duhet rregulluar para se gjërat të shkojnë në nivelin tjetër. Në marrëdhënie, një pyetje e vogël mund të rrijë pezull. Sa e thellë është kjo lidhje? Sa e vërtetë është? Sot mund të duket sikur dikush po të shmang, ose po e mban distancën. Nuk është momenti për të kërkuar përgjigje urgjente. Saturni kërkon që ti të presësh, të mos imponosh ritëm. Kjo pritje, sado e pakëndshme të jetë, do të tregoj më shumë se çdo bisedë e ngutshme. Në krijimtari, në vend që të luftosh bllokimin, përdore atë si udhërrëfyes. Kur diçka ngec, zakonisht është shenjë që duhet rafinuar, përmirësuar, thelluar. Sot fiton ai që kontrollon ritmin e vet, ai që ruan energjinë e menaxhon si flakë të qëndrueshme. Jo si shpërthim të çastit, qetëso zemrën, rregullo ritmin dhe lëre universin të vendos hapin e radhës. Pas kësaj vonese të vogël, rruga do të hapet më e qartë se më parë. Virgjëresha. Sot atmosfera emocionale është më e ngarkuar se zakonisht dhe ju, si shenjë që analizon çdo detaj, e ndjeni këtë tension më fort se të tjerët. Marsi nxit reagime të forta, ndërsa Saturni ngre kufi të ashpër përballë jush. Rezultati? Një ndalesë, një mur midis jush dhe dikujt që ka rëndësi në një marrëdhënie, qoftë ajo romantike, familjare apo profesionale, mund të ndjeni sikur nuk po dëgjoheni, ose sikur dikush po merr vendime mbi ju. Kjo prek ndjenjën tuaj natyrale të rendit dhe drejtësisë. E kuptohet, kur e doni dik ose kur jeni përkushtuar një projekti, mbrojtja juaj del automatikisht në pa, por kujdes, tensioni i ditës i bën të gjithë më të ndjeshëm. Më reaktiv. Fjalët që thuhen tani rrezikojnë të mbërthehen në kokat e të gjithëve dhe t'i shtojnë problemet. Një debat i vogël mund të ngurtësohet menjëherë dhe të shndërrohet në një lojë këmbënguljesh pa fitues. Sot është ditë për qetësi strategjike, jo për të sqaruar, jo për të shtyrë, jo për të kërkuar saktësi absolute. Energjia e Saturnit ju jep një dhuratë të vlefshme, mundësinë për të parë ku duhet vendosur kufiri, ku duhet rritje dhe ku duhet distancë e shëndetshme. Mos ndërhyni me forcë në një derë të mbyllur përkohësisht. Prisni. Lëreni që tensioni të zbresë. Kur aspekti të kaloj, fjalët do të rrjedhin më lirshëm. Marrëveshjet do të jenë më të drejta dhe zemrat më të hapura. Sot fiton ai që zgjedh qetësinë dhe maturinë, jo ai që këmbëngul me çdo kusht.
Peshorja, dita sjell tension të ngritur për shkak të ndikimit Mars, Saturn dhe për ju, shenjë që kërkon balans në çdo hap. Ky kombinim është veçanërisht sfidues. Energjia e sotme prek komunikimin, lëvizjet dhe mënyrën se si shpreheni. Sot fjalët dalin më shpejt se mendimet, ndërsa njerëzit rreth jush janë më pak të duruar. Një fjali e thënë në moment gabim ka potencial të krijojë distancë apo keqkuptim, prandaj kujdes. Shkruajini mendimet diku, shfryhuni privatisht, por mos i dërgoni menjëherë. Sot, pauza është arma juaj më e fortë. Gjithashtu, mund të ndjeni pengesa praktike, një udhëtim që vonohet, një dokument që nuk miratohet, një bisedë që nuk shkon në thelb, ose studime e projekte që kërkojnë më shumë kohë se sa keni menduar. Kjo nuk është shenjë që po gaboni, por se duhet ritëm më i kujdesshëm. Saturni ju kujton të jeni më strategjik, më të organizuar dhe më të duruar. Nëse dikush nuk po ju jep përgjigjen që prisni, mos e shtyni me forcë. Kjo ditë nuk mbështet vendime të nxituara, por qartësi që vjen pas reflektimit. Mesazhi i ditës, ngadalsoni. Kontrolloni fjalët. Mos kërkoni përgjigje të menjëhershme. Pasi të kaloj ky ndikim, komunikimi do të qartësohet dhe rruga do të hapet shumë më lehtë. Akrepi, sot energjia e Marsit, planeti juaj sundues, përplaset me Saturnin dhe kjo krijon një ndalesë të fortë në një fushë ku keni qenë duke e tepruar, financat, shpenzimet ose dëshirat impulsive. Nëse kohët e fundit keni marrë vendime të nxituara me para, apo keni shpenzuar për të ndjerë më mirë emocionalisht, sot mund të shfaqet një sinjal i qartë që ritmi duhet ulur. Çfarë mund të ndodhë sot? Një pagesë që vonohet. Një blerje që ju shgënjen, një person që kundërshton mënyrën si po ndani detyrat ose burimet, një pengesë në kreativitet, biznes apo projekt personal. Nuk është fat i keq, është korrigjim kursi. Saturni nxit disiplinë dhe ju detyron të shikoni më thellë problemin, sepse shpesh konflikti financiar është vetëm sipërfaqja. Shkaku mund të jetë lodhja emocionale, presioni ose nevoja për kontroll. Gjithashtu jeni më të ndjeshëm se zakonisht. Një koment i thjesht mund t'ju prek, sidomos në temën e paras, vlerësimit personal, apo mënyrës si ju shohin të tjerët. Kjo nuk do të thotë se të tjerët duan t'ju lëndojnë, por se ju jeni në ndikim të fortë energjik. Rekomandimi i ditës, mos reagoni menjëherë. Mos blini gjëra të nxituara. Mos hyni në diskutime për ndarje detyrash apo borxhe sot. Prisni të qetësohet situata dhe do e shikoni më qartë çfarë duhet ndryshuar. Kjo ditë nuk është pengesë, është mësim për stabilitet më të madh dhe vetkontroll. Javën që vjen do e falenderoni këtë frenim. Shigjetari, hëna kalon në sektorin tuaj të aventurës dhe ju shtyn të kërkoni ndryshim, perspektivë të re, një frymë lirie. Megjithatë, përballja Mars, Saturn sot ju zbret me këmbë në tokë. Prej ditësh jeni ndezur, plot energji, ide dhe dëshirë për t'u hedhur në hapa të mëdhenj, por sot ritmi ngadalsohet. Mund të ndodhë që dikush t'ju kundërshtoj, një projekt të bllokohet, një autoritet të mos ju mbështes, ose thjesht të duket sikur njerëzit nuk ju kuptojnë fare. Detyrat e shtëpisë ose rutina duken më të rëndomta se kurrë. Ju doni liri dhe situatat ju japin kufi. Ky kontrast krijon irritim, por kjo nuk është pengesë. Është rregullim kursi. Pavarësisht shgënjimit të momentit, pritja e detyruar mund t'ju shpëtojë nga një vendim i nxituar. Saturni ju thotë, më mirë ngadale saktë se sa shpejt e gabim. Mesazhi i ditës, përdorni këtë kohë për të rishikuar planet. Vendosni prioritete të qarta. Në fund, kur t'i realizoni gjërat vetëm me forcat tuaja, kënaqësia do të jetë shumë më e madhe se sa prisni. Britsjapi, sot mund të ndiheni të përplasur mes dëshirës për të vepruar dhe një energjie të brendshme që ju frenon. Marsi nxit lëvizje, kontroll, zgjidhje të shpejta, ndërsa Saturni, sunduesi juaj, sjell ngadalësim, rregull dhe përgjegjësi. Rezultati? Paqartësi dhe frustrim mund të shfaqen, një pengesë në një projekt personal, një debat që nuk ecën, një situatë që ju shtyn mbrapa përkohësisht, ose thjesht vështirësi për t'u shprehur qartë. Njerëzit mund t'ju thonë se po tërhiqeni, se nuk jeni më si më parë, se keni humbur ngrohtësinë.
Kjo prek një pikë të brish brenda jush, sepse ju jeni tipi që punon shumë. Jo që shpjegohet shumë. Por sot çdo koment ju duket i ashpër, mos u nxitoni të reagoni, mos kërkoni zgjidhje të menjëhershme, mos bëni ndryshime të mëdha, çdo vonesë sot është bekim i fshehur. Ju jep mundësinë të rregulloni detajet, të përmirësoni qasjen, ose të shmangni një gabim të shtrenjtë. Mesazhi i ditës: nëse ndiheni të bllokuar, merrni një hap mbrapa. Strukturoni mendimet, përgatituni më mirë dhe mos e merrni personal çdo fjalë. Energjia e ditës nuk është kundër jush, është thjesht duke ju dhënë kohë për të dalë më të fortë. Ujori, sot, hëna kalon përmes sektorit tuaj të marrëdhënieve të afërta, duke vendosur fokus të madh tek lidhjet personale dhe bashkëpunimet e rëndësishme. Marrëdhënia tensionuese Mars-Saturn mund të sjellë pengesa të përkohshme ose vështirësi në komunikim dhe marrëveshje, veçanërisht kur lidhet me para, burime, aftësi ose çështje profesionale. Nëse keni pasur vonesa ose sfida që kanë penguar jetën sociale ose objektivat afatgjata, sot do t'i ndjeni më shumë. Situata mund t'ju sfidojë për të gjetur një qasje më të strukturuar, për të organizuar dhe planifikuar më mirë burimet tuaja. Kjo mund të kërkojë kohë dhe përpjekje, por do t'ju ndihmojë të rikuperoni kontrollin dhe të shmangni vonesat e panevojshme. Mos nxitoni sot. Çdo përpjekje për të detyruar situata ose për të mbuluar pengesa mund të rezultojë vetëm në vonesa të mëtejshme. Në vend të kësaj, konsideroni riorganizimin e prioriteteve dhe mënyrën se si mund të veproni më pavarësisht, duke përdorur aftësitë dhe energjitë tuaja personale. Nëse ndiheni të frustruar nga paaftësia për të mbështetur ose për të mbështetur tek të tjerët, kjo mund të jetë një mundësi për të punuar më pavarësisht. Pavarësia e menaxhuar sot mund t'ju jap komoditet dhe kontroll, duke ju lejuar të ecni përpara pa presion të jashtëm. Gjithashtu, është një ditë e mirë për të reflektuar mbi mënyrat se si mund të përmirësoni bashkëpunimet. Të rrisni transparencën në marrëdhënie dhe të krijoni një plan të qartë veprimi për të ardhmen. Në përmbledhje, ujori sot mund të ndiejë tension, por me qasje të matur, strukturë dhe fokus tek vetë menaxhimi. Peshqit, sot hëna kalon përmes sektorit tuaj të punës dhe shëndetit, duke vendosur fokus tek rutina dhe organizimi i detyrave të përditshme. Ka një nevojë të qartë për më shumë rend dhe përqendrim, veçanërisht nëse keni qenë duke shtyrë limite me punë ose projekte personale. Marsi formon një katror me Saturnin, duke krijuar pengesa të përkohshme dhe sfida që mund t'ju ndalin ose ngadalsojnë ritmin. Mund të ndiheni sikur jeni të lënë vetëm për të menaxhuar përgjegjësitë tuaja, ose detyrimet personale mund të pengojnë arritjen e objektivave profesionale. Nuk është koha ideale për të shtyrë projekte apo për të marrë vendime të ngutshme. Një qasje më e butë dhe me ritëm natyral do të sjellë rezultate më të mira. Sot është një ditë për të vendosur prioritetet, përqendrohuni tek ajo që mund të bëni, ajo që ju bën të lumtur dhe ajo që funksionon për ju, pa u shqetësuar tepër për pritshmëritë e të tjerëve. Edhe pse nuk duhet të shmangni përgjegjësitë, kujdesi është të mos humbni veten duke I marrë ato tepër seriozisht. Peshqit mund të ndihen të mbingarkuar me detyra ose të shqetësuar për mendimet e të tjerëve. Mos prisni të zgjidhni problemet e mëdha të jetës në një ditë, fokusi sot duhet të jetë tek ajo që dini dhe mund të menaxhoni mirë. Planifikimi dhe organizimi I kujdesshëm I hapave të vegjël do t'ju ndihmojë të përballoni pengesat dhe të arrini përparim pa stres të panevojshëm. Në përmbledhje, sot kërkohet durim, fokus dhe qasje e matur. Duke vepruar me ritëm natyral dhe duke respektuar kufijtë tuaj, do të përfitoni nga çdo sfidë dhe do të ndiheni më të qetë dhe të kontrolluar gjatë ditës.